shumë prej muslimanëve pasi udhëzohet, njeri udhëzohet, hyn fenë Allahut subhanahu wa taala, fillon që të bëhet praktikant i fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe kalon një kohë, i futet një farë gafleti në zemrën e tij, pra. I futet një farë pasiviteti në zemrën e tij. Sa që bëhet praktikimi i fesë tek ai vetëm se rutinë, pra çështje rutinore. Po, e fal namazin, mundohet me vetën, mirë po, ai është pasiv. Ai është pasiv sepse nuk je pasgjë më shumë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Madje për fat të keq shumë prej muslimanëve as nuk shprehin nga dishmëri për ta bërë një farë përmirësimi të gjendjes në të cilën jemi, të gjendjes negative dhe pasive të cilën e kemi. Dhe asesi nuk bën të mjaftohemi me 2-3 hapa që i bën në një forum apo në një vend apo në Facebook apo kështu me radhë. Nuk mjaftohet muslimani me davet, vetëm me davet virtual apo vetëm me xhamat virtual. Nuk ka mundësi që të ngritet feja Allahut subhanahu wa taala secilin shtëpinë e vet duke i shtypur, domethënë shkronjat në tastaturë. Patjetër duhet ngritemi, dalim në mejdan, diçka praktikisht ta veprojmë, pra. Dalim dhe deportojmë tek ata tek të cilët nuk mund të deportojmë në ndonjë mënyrë tjetër. Përderisa dëshmitarët e Jehovajve vinë këtu tek ne dhe kanë mundësi që të hinë tek secila shtëpi për t'i përhapur ato idetë e tyre të devijuara, pse muslimanët mos ta bëjnë një gjë të tillë? Pse? Ata ndoshta janë komplet 7-8 veta që e veprojnë dhe e marrin përsipër një qytet të tërë. Dhe një muaj rreshtazi shkojnë në përsecilën shtëpi dhe i përhapin atë idenë e tyre. 7-8 veta ndoshta janë, 10 veta maksimalisht. Mirë po kanë organizim dhe kanë bashkëpunim në veprimin e asaj që ata e veprojnë, edhe pse është devim, gabim. Andaj besimtarët duhet të jenë edhe më të organizuar dhe duhet mundohen edhe më shumë. Fatkeqësisht, dhe këtë po e them me bindje të madhe, krejt daveti që bëhet tash në botën islame, krejt daveti që bëhet, krejt ky davet i bereqetshëm që elhamdulillah Allahu përsëri pëlshon bereqet, bëhet vetëm nga një përqindje e vogël e muslimanëve. A janë 5%, edhe 5% ndoshta janë shumë. Ku janë muslimanët e tjerë? Ku janë muslimanët e tjerë? Vallahi, sikur të gjithë muslimanët që shkuan në Evropë, që migruan në Evropë gjatë këtyre dekadave të fundit, ta praktikonin fenë e Allahut ashtu siç duhet, tërë Evropa do të futej në islam. Siç vepruan ata muslimanë të parë që shkuan në Indonezi. Tash Indonezia, alhamdulillah, është shtet islam. Në Indonezi s'ke pas asnjë ushtri që ka shkuar atje. Nuk ka pas ndonjë ku me ditë çfarë organizimi dhe ndonjë mund i madh. Mirë po, ata musliman që ishin aty e praktikonin fenë Allahut subhanahu wa taala siç duhet. Ata tregtarë që shkuan që të bëjnë tregti dhe me këtë tërë Indonezia me kalimin e kohës u fut në fenë Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjëja e parë dhe hapi i parë që e bëjmë në bashkëpunimin në vepra të mira për ta përhap fenë Allahut subhanahu wa taala është përmirësimi vetes tonë dhe familjes tonë. Dhe me këtë nuk bën që të mjaftohemi, mirë po ky është hapi i parë. Ka dallim pra nga thënia se ky është hapi i parë dhe nga thënia se kjo me këtë duhet të mjaftohemi. Jo, me këtë nuk duhet të mjaftohemi, mirë po kjo le të jetë pra hapi i parë të cilën ti e merr në përmirësimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Tek muslimanët, sepse feja Allahut subhanahu wa taala është e përsosur. Mirë po, varet se sa muslimanët do ta jetësojnë atë në jetën e tyre.